Hetuesit e serial killerit me armë Tritoli janë shtangur nga dëshmia e radhës së Julian Sinanaj. Në planin e tij të afërt në listën e shënjestrave ishin edhe 2 ndërmjetësuesit e të gjitha rasteve të Tritolit, Kushërinjt Mohillaj, 2 personazhet më misterioze të gjithë kësaj historie, Medin Sicili. Në deklaratat e tij para prokurorisë, i penduar i drejtësisë ka rrëfyer se pas vrasjes së peshkatarit Sokol Veizaj në Orikum, ai ishte zhgënjur nga Mohillaj dhe kishte planifikuar që t'i ekzekutonte ata. Sipas dëshmisë, pas premtimit të 1500 metrave katror tokë për kryerjen e punës dhe kompensimit vetëm me një apartament në Vlorë, ka prishur marrëdhënien punëdhënës punëmarrës. Këtë radhë ekzekutimi i tyre nuk do të ishte i porositur, por një iniciativë personale e vet Sinanaj pasi kuptoi se po përdorej prej tyre. Para hetuesve, serial killeri ka mohuar të ketë gisht në vrasjen me Tritol të biznesmenit Dursak Çela, apo edhe në atentatin që ju bë kreu të komunës qendër Fredo Berberi. Po ashtu Sinanaj ka deklaruar se nuk ka lidhje me vrasjen e bujshme të gjyqtarit Skerdilajt Konomi, ngjarje ndodhur në Vlorë në shtator të 2012-s. Julian Sinanaj nuk ka pranuar autorsinë edhe për vendosjen e Tritolit ndaj shefit të prokurorisë së Vlorës Dorian Tafili, ngjarje ndodhur mëngjesin e 23 qershorit të vitit të shkuar, kur makina e tij personale u hodh në erë. Nga ana tjetër, serial killeri ka mohuar që të ketë kryer vrasje me pagesë në Greqi, duke akuzuar policinë se po abuzon me deklaratat që bëhen në media. Ndërkohë, prokuroria ka vendosur të verifikojë llogaritë bankare të Julian Sinanajt dhe të familjarëve të tij për të parë se sa është pasuria e serial killerit dhe për të vërtetuar nëse deklaratat e tij për vrasjet me para përputhen me llogaritë bankare.